Titujt kryesor të gazetave e martë 29 dhjetor 2015, Gazeta Panorama, si ndahen parat. Miratohet shpërblimi për pensionistët dhe ushtarakët. 3 ditë para vitit të ri, qeveria miraton shpërblimet për festat. Kategoritë që do marrin 2000 lekë shtesë përfitojnë dhe ish ushtarakët. Dosja e qeverisë 3 ish ministra të PD-s në prokurori për CEZ, dëm 414 milion euro. Akuza për Bodën, Rulin dhe Mimën. Basha, Rama dhe Gjiknuri si shpëtojnë dot vjedhjes 600 milion euro. Të përndjekurit 2810 emrat e rinj që marrin parat. Lista e financave për kostin e parë dhe të dytë. Reporteri i Parlamentit Evropian Fleckenstein ka progres, por zgjedhjet lokale ishin dështim. Në Kamz, sherrri për fishek zjarret plagosen 2 kushërinjt. Gjobat progresive dhe marrëzia e qeverisë. Familja rome në Tiranë. Foshnja flinte në kuti kartoni, vdes në gjumë nga i ftohti. Një vështrim në gjyqin ndaj xhihadistëve. Gazeta Shekulli. Qeveria miraton shpërblimet, ekzekutivi vendos ndarjen e parave për pensionistët dhe shtresat në nevojë me rastin e fundit të vitit. Si do të ndahen parat gjatë muajit janar dhe ku do të bëhet tërheqja? Sipas kategorive, kryefamiljar ose jo, individët e moshës së 3 do të marrin 3000 dhe 2000 lekë. Intervista Muharrem Xhafa, dekoratat duan të fshin historinë. Energjia, kallëzohen ministrat dhe zyrtarët e Berishës, dorëzohen në prokurori kallëzimet për Gens Rulin, Ridvan Bodën dhe Florion Mimën, si dhe Heno Bosdo, Neritana Libalin, Zana Guxhollin e Mimoza Vokshin. Privatizimi ose OSSH dhe marrëveshjet me CEZ sollën dëm 414 milion euro. Mirëqenia sociale, nisma e Klosit, 28 festa në 28 qendrat për kujdesit. Besa Myftiu ju rrëfej 4 tabut e kohës së komunizmit. Ervin Hoda, ngjarjet më të vështira të pazvuluara të 2015-s. Horoskopi 2016. Gazeta Shqiptare, testim administratës, vendimi i ri të gjithë në provë, zbardhet akti i qeverisë në punësit civil, provim për një urit. Sistemi i vlerësimit, test me shkrim dhe intervistë me gojë. Kush nuk arrin pikët e mundshme ka një shans në provimin e dytë. Kush merr më pak se 50 pikë rrezikon vendin e punës. Foshnja 3 muajshe ngrin nga i ftohti, jati tani kam frikë për jetën e djalit, drama në Shkozë, Emra Mustafaj. Në 2 vjet kam vdekur 5 fëmijë. Pensionistët shpërbim 2 dhe 3000 lekë për vitin e ri përfitojnë invalidët. 2015 apo ishte vit për kornizë, edhe Rema i ftuar në gala me gazetarët. Të përndjekurit lista e re me trashëgimtarët që përfitojnë. Meta në 2016 uroi të japim lajmin e hapjes së negociatave. Privatizimi OSSH-s, qeveria pa di penale për 3 ish ministra. 2 të plagosur me armë në Kamës në kërkim autorët. Plagosen me thik oficeri antidrogës në Durrës. Kompozitor musliman, pianisti Apan Dilaço bëri gaf. Rama dhe Klosi, fest në qendrën e zhvillimit të fëmijëve. Shqiptarja.com, shpërblimet sa do marrin pensionistët, mjekët dhe mësuesit. Marrja e shpërblimit nis që sot, zbardhet vendimi i qeverisë dhe skema e ndarjes. 2000 lekë për pensionistët, 2.500 lekë për personat me ndihmë ekonomike, përfitojnë mësuesit dhe mjekët më të mirë. Deklaratat zyrtare të vitit 2014, familjarët e politikanëve ja ku janë të punësuar në shtet. Dosja CEZ në prokurori, 3 ish ministrat e Berishës, Ministria e Energjetikës, dëmi ndaj shtetit 414 milion euro, denoncohen edhe 3 ish zëvendës ministra. Reagojnë Lulzim Basha, Gens Ruli dhe Florion Mima. Privatizimi OSSH-s, Gjiknuri kallëzon Bodën, Rulin dhe Mimën. Bushati, kongresi i PS-s nuk shtyhet, bëhet në janar. Debatet në PS-n e Shkodrës, të pakënaqurit ankohen për strukturën tek koordinatori dërguar nga qendra. Nga i ftohti vdes një tjetër foshnjë rome, banorët edhe 5 të tjera kanë ndruar jetë. Sherr për një shashk, plagosen rënd 2 të rinj. Përplasje me armë pas një incidenti banal në Kamz, policia evidenton dhe shpall në kërkim 2 autorët. Gazeta Dita, gëzuar vitin e ri Edison. Një mesazh jo vetëm për 12 vjeçarin e sëmurë nga fshati Plaj i Tropojës, i rritur në skamje migjeniane, shënim për mjeshtrat e fasadave politike dhe për marshallët e revolucionit të rrem, të lindur jo larg nga fshati i tij. Lubonja i sulet lus, nuk është mesia, shkrimi që u harrua pa dalë online. Pse reformat ambasadoriale sipas Lubonjës i mbështesin vetëm naivët dhe rufianët, sa për suksesin thot ai shihni Kosovën. Caktohet shpërblimi i vitit të ri për 614.000 pensionistë në vend të një kartoline fund viti për Mojkom Zeqon. Lekët se të vrava, një ditë me vajzat e trafikuara, çmimi i vrimës dhe fatura e bunkerit të djegur. Gazeta Tema, 414 milion euro dëm me privatizimin e OSSH-s, 3 ish ministra të Berishës pa ditë në prokurori. A do ndodhë që gjyqtarët dhe prokurorët që do largohen t'i futen politikës? Profil, dritjet e Suzana Guxhollit, ish këshilltare së akuzuar të Berishës. Bashkia e Tiranës diskuton buxhetin, ja lehtësirat dhe shërbimet që përfitohen. Ustad Dani të ishte teknik televizori në prag të vitit të ri. Antena brenda familjes, disa përfundime pas darkës së Ramës me gazetarët. Raporti i CIA, Marina Ruse e frikshme. Editorial nga Mero Baze, një këshill bashkiakëve të Jugut për konsorciumin Kokdhima. Mentor Kikia 2015 një vit që do të harrohet shpejt. S'kam shpresë tek rilindja, por që Zau do ta mbledh më shumë se Ilir Meta. Majlinda Bregu nuk vdiq nga i ftohti. Mapo, privatizimi OSHE, qeveria kallëzon në prokurori 3 ministra të Berishës. Festat, vendimi, 2000 lekë shpërblim pensionistëve ja cilët e tërheqin që sot.
Humb jetën nga i ftohti vajza 3 muajshe e një familje të pastre. E gjithë administrata publike në testim ja si do të vlerësohen punonjësit. Marrëveshje për të mashtruar publiku në Paris, euroskepticizmi në Poloni, kokë turku e re në Evropë, anemia e RDSH-s, festivalit apo Eltonit. Universitetet që pëlqejnë më shumë janë në Mbretërinë e Bashkuar, shqiptarët e lashtë që lanë shenjë në Greqi. Gazeta Shqip, privatizimi i CEZ, qeveria hap dosjen. Ministria e Gjiknurit, pse vendosëm ta auditojmë të gjithë procesin për OSHE-n. Dërgohen në prokurori 3 ish ministrat Bode, Ruli dhe Mima, bashkë me 2 ish zëvendës ministra dhe këshilltarën e Berishës akuzohen për 414 milionë euro dëm shtetit. Qeveria gati ndërhyrja e tretë në buxhet. Ministrat në qarqe për urime e dhurata. Shkodra kryqëzon Bushatin, mbani në punë militantët e PD-s. PD kushti ynë për reformën në drejtësi, Gostia e Ramës si ajo e Ali Pashës. Kërcënoi Shqipërinë me terror, shkon në gjykatë si i pandehur. Raporti Fleckenstein, drejtësia mbetet prioritet. Policia 10.000 lekë për familjet e të rëndëve në detyrë. Vendimi lirohet pas 83 ditësh ballistë Morina. Të fshehtat e dramës Besa të Sami Frashërit. Varfëria, vdes nga i ftohti bebja 3 muajshe në Shkozë. Totozani turp, Basha të varrosim hajdutët.